Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përshëndeti miratimin e raportit piketave të ndërmjetme i Bar në Bruksel. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se ky dokument është vlerësimi më i saktë për sfidat që ka Shqipëria në procesin e integrimit. Është një fitore për çdo shqiptar që konsideron të ardhmen e tij më të mirë në Bashkimin Evropian, por beson se shqiptarët në këtë proces bëhen më të lirë, më të mkëmbur, më sigurt, me kusht që ky të jetë një proces i bazuar në merit. Sipas Berishës, përgjatë negociatave të muajve të fundit mes Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të BE-s janë shtuar kushtet për Shqipërinë. Për të mbështetur këtë, Berisha krahasoi draftin e parë të hartuar nga Komisioni në shkurtin e këtij viti, kur grupi i punës për zgjerimin, i njohur me emrin Koela, nisi shqyrtimin e IBAR me dokumentin që vendet anëtare miratuan në fund. Berisha veçoi nga ky raport çështjen e korrupsionit, pasi sipas tij, vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë ashpërsuar gjuhën. Korrupsioni, shqetësim vendimtar, themelor, me një fjalë, Shqipëria po thuaj me karton të kuq. Ky është vlerësimi dhe cilësimi që i ka bërë Koela pas zbulimit se Edi Rama qëllon prapa dosjeve të Lubi Ballukut dhe lindave të tij. Berisha veçoi edhe shqetësimin e vendeve anëtare të BE-s për presionet dhe gjuhën e ekzekutivit dhe legjislativit ndaj SPAK-ut të gjykatave. Edhe pse vetë është një prej politikanëve që ka përdorur kritikat më të ashpra ndaj SPAK-ut, Berisha deklaroi se kritikat e Brukselit janë për kryeministrin Edi Rama. Pas sulmeve dhe bllokimit të SPAK-ut nga Edi Rama, BE-ja dhe haptas në mbrojtje të rezultateve, domethënë të padive të paraqitura ndaj Lubi Ballukut dhe zyrtarëve të tjerë të akshit dhe të rrugëve. Kryetari i Partisë Demokratike nënvizoi si shumë të rëndësishëm për Shqipërinë edhe kushtëzimin e rrugës së integrimit me mbajtjen e zgjedhjeve në përputhje me standardet e OSBE-ODIHR-it.